Për presidentin francez Emmanuel Macron, Europa duhet të përgatitet për tensione të mëtejshme në marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të konsiderojë atë që ai e përshkruan si momenti i Groenlandës si një sinjal paralajmërimi për nevojën e përshpektimit të reformave të brendshme dhe të forcimit të rolit global të Bashkimit Evropian. Në intervistë të publikuara në disa media të njohura, përfshirë Le Monde dhe Financial Times, shefja Elizes thekson se një ulje e përkohshme e tensioneve me Washingtonin nuk duhet interpretuar si një ndryshim afatgjatë në qasjen amerikane ndaj Europës. Pavarësisht se disa mosmarrëveshje lidhur me Groenlandën, tregtinë dhe teknologjinë duket se janë zbutur, rreziqet e përplasjeve të reja mbeten të pranishme, insiston Macron. Ai më shoi ide se në rastet kur përballet me veprime që i sheh si agresive, Europa nuk duhet të reagojë duke u tërhequr apo duke kërkuar kompromis të menjëhershëm. Një qasje e tillë nga sa pohon presidenti francez është ndjekur për muaj me radhë dhe në fakt nuk ka dhënë rezultate konkrete. Macron është i mendimit se administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka mbajtur një qëndrim të hapur kritik ndaj Bashkimit Evropian, duke synuar sipas tij dobësimin e strukturës së BE-s. Mëtej ai paralajmëroi se në muajt në vijim SBA mund të shtojë presionin ndaj bllokut evropian, veçanërisht në fushën e rregullimit digjital. Dhe kjo, sipas Macron, kërkon një përgjigje më të koordinuar dhe më të fortë nga ana e vendeve europiane. Deklaratat e tij vijnë pak përpara samitit të liderëve të Bashkimit Evropian, i cili është parashikuar të mbahet të enjte në Bruksel.